Mirë se erdhët në këtë hapësirë të radhës, ku si gjithmonë ndajmë histori reale, emigracioni, flasim për sfidat, vështirësitë dhe sukseset e këtij komuniteti. Unë sot kam kënaqësinë që të ndaj me ju një bisedë dhe një histori shumë interesante të një emigranti shqiptare që ka arritur të integrohet me shumë sukses në politikën britanike. Ky podcast është shumë i rëndësishëm në fakt dhe kjo histori jo vetëm për shqiptarët në diasporë, por për të gjithë ata shqiptarë që duan të mësojnë se si funksionon jeta dhe integrimi në institucionet britanike. E ftuara jonë sot është një shqiptare e cila ka arritur që të fitojë zemrat e qytetarëve, të votuesve britanik në zgjedhjet lokale të Enfieldit, një nga bashkitë më të mëdha dhe multikulturore në Londër. Zgjedhjet lokale u mbajtën së fundmi në Britani dhe rezultatet treguan një garë të fortë demokracie ku asnjë parti nuk pati kontroll absolut në këto zgjedhje. Zonja Eralda Qirio, faleminderit shumë që ju bashkove podcasti Diaspora Linda's Show. Shumë faleminderit Linda për ftesën edhe kënaqësi të jem me ju. Faleminderit shumë. Suksese një herë për fitoren në zgjedhjet lokale ku ju përfaqësoni Partinë Konservatore, apo jo? Po, shumë faleminderit për urimet. Ka patur një shkallë suksesi ose më mirë një shkallë falënderimesh që dua t'ja bëj të tërë njerëzve që na kanë suportuar, sidomos shqiptarëve. Tek zona ku unë kam përfaqësuar që është White Webs Ward, ka patur jashtëzakonisht shumë shqiptar që ditën e votimeve kanë vajtur të votojnë, disa vetëm kanë vënë kryqin tek emri im, gjë që e bënte shumë qartë si që ishte suport nga shqiptarët, e do t'i falenderoj të gjithë. Faleminderit juve një herë, kjo na bën vërtet shumë krenar dhe na frymëzon si komunitet dhe na jep dhe forcë njëkohësisht, sepse shikojmë që kemi një zë në politikën britanike që ndihmon, ndoshta dhe inspiron pozitivisht komunitetin. Pyetja e parë që dua të bëj dhe jemi kurreshtar, si është mundur edhe është mundur në fakt, se s'ka asgjë të pamundur, si një shqiptare emigrante ka arritur të integrohet në jetën politike britanike. Si ka qenë rruga jote si emigrante? Le ta nisim këtu, të njohim më shumë. Rruga ime ka qenë disi rruga e fatit, do thosha, siç ka qenë rruga e gjithë emigrantëve të 97-s. Unë jam vlonjate edhe vi nga një familje që ka qenë familje goxha e mirë që më ka suportuar gjithmonë. Babi ime ka qenë kapiteni i bazës ushtarake të Sazanit, kurse mamaja ka qenë duke punuar normalisht si mësuese, kështu që kemi patur gjithmonë mbështetjen e prindërve tanë. Fatkeqësisht si shumë shqiptar në 97-të u detyruam të largoheshim kundrejt Italisë. Mendoj se fakti që në moshën, që në vogëli kam qenë ekspozuar me ndryshimin e ambientit, me mundësitë të tjera, ka qenë një faktor që ka ndikuar shumë në edukimin tim. Jeta në Itali ka qenë si çdo emigrant shumë e vështirë, po që të shikoje prindrit e tu që bëjnë 2-3 punë, mami me ka vajtur dhe në Varreza natën të punonte, vetëm që të arrinte që të kishim mundësi, na jepte një mundësi më të mirë mua dhe motrës time, dhe jam shumë falënderuese prindërve të mi se kanë qenë shembulli më i mirë që në çfarë do lloj gjëje që jeta të hedhi, asnjëherë nuk duhet të gjunjëzohesh, duhet gjithmonë të ngrihesh në këmbë të vazhdosh, sepse gjithmonë ka gjëra më të mira që të presin në krah tjetër. Shkollimi ka qenë, ne kemi jetuar në një zonë që ka qenë një zonë shumë e vështirë, do të thosha, sepse ishte zona ku pjesa më e madhe ishim me leganor, do të thënë ekstremizmi më i djathtë që ekzistonte, dhe normalisht edhe shqiptarët shikoheshin si njerëzit e ligjë, si ata që vrisnin, vidhnin. Edhe këtu më kujtoj gjithmonë një shprehje që gjyshime më thoshte që mos harroj gjithmonë që ne shqiptarëve jemi popull shumë të ndershëm, po që italiani ka qenë i pari që kur u hapën dyert na mësoi veset e liga. Edhe asnjëherë se kam harruar këtë gjë, e mbaj gjithmonë si vës në vesh. Nga Italia normalisht racizmi ka qenë gjëra e parë që ka formuar shumë karakterin tim. Edhe unë jam me opinionit që gjërat e liga siç është racizmi, përvoja të këqija që njeriu ka në jetë nuk janë kur një gjë e keqe. Është gjithmonë diçka që formon karakterin tënd edhe na ndihmon, sidomos neve që jemi gjenerata e dytë ose edhe fëmijët tanë që do jenë gjenerata e tretë, na ndihmojnë që ne të vazhdojmë të bëjmë më të fortë. Edhe racizmi që kam përjetuar që në fëmijëri, edhe fakti që kam qenë una që më është dashur të jem personi që të mbështesë ose të mbrojë deri ku dhe motrën time që ishte më e vogël, besoj se më ka ndihmuar shumë në atë formimin e karakterit tim edhe në faktin që unë jam gjithmonë person që nuk i kam qejf padrejtësitë.
Nga Italia pasi u edukova lëvizja në Amerikë për disa muaj, mu dha mundësia nëpërmjet prindërve të mi që të lëvizja në Amerikë, u pata disa mundësi për shkollime dhe aty, edhe pastaj u ktheva në Itali për të nisur kundrejt anglisë, për të bërë masterin tim. E qartë. Rrugë shumë gjatë. Keni ndjekur gjithmonë rrugën profesionale, keni qenë shumë vizionare e qartë dhe i keni besuar atij drejtimi. Po, si që thash jam plonjate edhe jemi rritur me atë damarin e një gjë e vogël hecën shumë. Edhe pastaj ca kemi vetë krenarinë si vlonjat që jemi. Sa na janë disa gjëra dhe edhe një ekspozita është gjë shumë e madhe në jetë. Shumë e vërtet. Na tregoni pak mënyrën se si keni arritur të përfshiheshit në zgjedhjet lokale për të mësojmë pak dhe ne edhe ambiciozet e tjerë që duan të integrojnë. Jam të falenderoj për këtë pyetje dhe jam shumë i këprisme për çfarë do lloj personi që do të më shkruaj që ka nevojë për një ndihmë. Jam më se lumtur. Besoj se ka patur një mike shumë të ngushtë në time që quhet Anila Skeja, e cila ka qenë personi që më ka ndihmuar, më ka udhëzuar. Për shkak të rrethanave të veta që ajo kishte dhe një ekspozim më të parshëm si me veten time, edhe ka qenë dhe një suportër shumë e madhe. Edhe jam shumë falënderuese, kështu që mendoj që një shqiptari e ndihmon një shqiptar tjetër ose ndihmon gjithmonë një person tjetër. Ajo ka qenë personi që më ka hapur një derë të cilën unë e kam kaluar dhe kam patur mundësi që të hyj në kontakt. Pjesa kryesore bëhet nëpërmjet angazhimit me shoqata të ndryshme. Këto mund të jenë shoqata bamirësie, siç mund të jenë për shembull charities që ndihmojnë për shembull gratë në shembullin ton, ose charities që mund të ndihmojnë për shembull familjet ose fëmijët që shkëlqejnë. Charities, përfshirja me to është e para. Pastaj do thosha që edhe fakti që mund të kontaktoni edhe atë partinë lokale që ju keni aty, për shembull unë kontaktova partinë konservatore të Enfield North, sepse është ajo që mua më përfshin. Çdo zonë e Anglisë dhe çdo zonë të qytetit ka normalisht disa zona të ndryshme, po është një radeg kryesore me të cilën mund të kryeni sukses kontakt. Besoj se çfarëdo lloj shqiptari që ka leje qëndrimi edhe ka letra në këtë shtet, ka më se të drejtë normalisht që ai person të arrijë dhe të bëj kontakt me Partinë Konservative dhe ose me çfarëdo lloj partie që ai të nevojitet. Jemi popull shumë i shkallët. E do doja që kjo të theksohej. Jemi popull që jemi jashtëzakonisht të zgjuar, edhe duhet pse jo të bëhet përfshirja jone sa më e madhe. Vetëm se ka pasur një stereotipizëm së fundmi për komunitetin e shqiptarëve, për shkak të disa rasteve negative dhe mos integrimit të tyre, përfshirjes së tyre në punë kriminale, ndoshta është tepruar pak mënyra se si po flitet për komunitetin tonë në Britani. Ndoshta edhe po e zmallojnë pak dhe mediat. Si shikohet kjo në këndvështrimin tuaj, tani e integruar dhe mirë integruar profesionalisht, dhe çfarë do këshilloje, rekomandoje për këtë komunitet? Linda, unë nuk mund të them që e kam përjetuar shumë keq në një farë lloj diskriminimi në atë formë. Besoj edhe fakti se jam shumë e aftë që ta kthej përgjigjen më një herë është një nga arsyet edhe njerëzit deri diku mund të kenë edhe një farë lloj frikë në thojsa që kjo ditë të flasë, ditë të ma kthej mirë. Kështu që besoj se ajo është diçka që i kufizon njerëzit në shprehje, po që realisht, siç e thash, edhe më para ne shqiptar fatkeqësisht jemi bërë si kok turku, edhe problemi kryesor nuk qëndron tek ne si komunitet, sepse normalisht që nëse ne krahasojmë, kjo vjen nga provoja ime personale të punës që un kam. Nëse ne krahasojmë ato që është kriminaliteti që shqiptarët kryejnë në këtë shtet në krahasim me çfarë ato kombet e tjera mund të kryejnë, është ka një ndryshim që është jashtëzakonisht i thelluar. Nuk është normalisht ky vendi për të bërë krahasime me kombet e tjera, por që ne shqiptarët jemi përqindje shumë e vogël. Do doja të thosha që fakti që ne fatkeqësisht nuk kemi as edhe një farë lloje neve na mungon një shtet që të jetë mjaftueshëm këmbgulës ose mjaftueshëm i fortë që t'i japi një të shkundur, le të thojë shtetit anglez, siç bëjnë shumë shtetet e tjerë që i bëjnë një kërcënim për t'i çuar në gjykat. Pse ti po e përdor këtë fjali kaq të keqe kundër shtetave të mira? Realisht, nëse ne shohim listën e personave më të kërkuar ose personave që kanë kryer më shumë dëmtime në Anglisë, për shembull, ata që kanë kryer vjedhje,
ne nuk jemi fare në atë listë, nuk ka si shqiptar që ka kryer vjedhje në atë, ose ka vjedhur shteti. Nëse ne shohim kriminaliteti është i theksuar vetëm për disa lloj vepra penale, edhe shqiptarët janë një përqindje shumë e vogël. Do kisha dashur që shteti shqiptar të ishte pak më shumë shtytës, e të ishte pak më shumë mbrojtës për neve si njerëz. Normalisht jemi shqiptar, jemi gjithë fite shqipes, edhe pse jo mos të mbrohemi nga shteti jonë. E kuptoj, faleminderit shumë për këtë përgjigje dhe sigurisht që gjithmonë ekziston mundësia për të pasur edhe zërin e politikës shqiptare në këtë rast. Për komunitetin shqiptar që jeton këtu në Britani, më besoj që ju jeni një forcë shumë e madhe dhe për këtë arsye dua të pyes pak nëse ju në programin tuaj keni ndonjë pikë për emigrantët, sepse ju jeni zgjedhur nga komunitete tjera, keni fituar zemrat e votuesve britanik, nuk është vetëm diaspora shqiptare ajo që ju ka mbështetur në këtë zgjedhje. Normalisht që janë, edhe normalisht që një nga pikat kyçe që si unë dhe kolegu tjetër shqiptar që jemi zgjedhur në zonën e Enfieldit kemi patësh që normalisht që nëse kemi mundësi për të ndihmuar çfarëdo lloj shqiptari, pse jo? Kjo është edhe arsye që shpeshherë kur unë takoj dikë ose më thot dikush kam një hall, edhe unë e shoh që jeton tek zona ku unë jam përfaqësuese, i jap emailin tim, i jap numrin tim të celularit të më shkruajë çfarëdo lloj gjë që unë mund të bëj për t'i mbështetur, është më se okay. E vetmja gjë që unë do doja të thosha është fakti që për mua në veçanti është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që shqiptarët jenë në dijeni të faktit që ne kemi mundësi, ne kemi një zgjedhje dhe zgjedhja jone është që ne të ngrëmë çfarëdo lloj kërkese që mundemi në shtet. Për shembull, nëse ne jemi në dijeni që kemi këtë problem, pse una mos t'i shkruaj kancellorit të zonës time? Është detyrimi jon që ne t'japim ndjenjë të drejtave që ne kemi në të shtet. Shumë shqiptare përjetojnë që sikur gjithë situatë sikur janë vetëm viktima. Ne nuk jemi, ne jemi po ashtu të barabartë me shtetasit e tjerë. Ka shumë shqiptarë të cilët janë të integruar me pjesën e dokumentacionit, shumë mirë, por a i din kjo kategori shqiptarësh, a i din të drejtat e tyre, detyrimet dhe ka informacion se si të integrohen në mënyrë dinjitoze në një shoqëri, në një komunitet? Jo, edhe ky është problemi më i madh që ne kemi. Kjo është një pikë kyçe që unë do të nënvizoja. Fakti, siç ta them para, është detyrimi jon si shtetas që jetojmë në një shtet tjetër që të jemi në dijeni të drejtave të tona. Jo vetëm detyrimet. Ne si popull shqiptar jemi më shumë në dijeni për detyrimet tona ndaj shtetit anglez sesa për ato që janë edhe përfitimet që ne mund të marrim. Edhe shpesh herë kjo vjen për shkak të faktit të mënyrave se si ne harrim në këtë shtet. Pjesa më e madhe shqiptare fatkeqësisht janë viktima asaj që është markatës e zezë, vinë në mënyrë të palishme dhe pastaj në një mënyrë ose në një tjetër arrin që regularizojnë statusin e tyre. Do doja që ti jepë një mundësi pak më shumë se jo. Kjo është edhe një nga arsyet pse që bashkë me kolegën time Anila Skeja kemi punuar shumë me Conservative Friends of Albania. Edhe ka qenë edhe një mundësi për të shtyr sa më shumë, për të bërë trajnime online, për të shtyr sa më shumë shqiptarë që të jenë në dijeni për të drejtat e tyre. Fatkeqësisht, ne jemi dhe të lishteve të stone. Kjo është shumë gjë e keqe sepse kemi edhe shumë persona në Angli që janë shqiptar që nuk mendojnë për të mirën e personit ose për të mirën dhe tonë si kombë. Normalisht që e mira financiare personale është diçka, po nuk mundet të humbasim atë që është humanizmi jonë, edhe që të dëmtojmë një bashkëdhëtarin tonë. Se kjo të dëm që pamësia të çonë një pikë që mendon është dëm për ne të tërë si popull. Shumë e vërtet, por ajo çfarë unë kam kuptuar dhe unë si pjesë e këtij komuniteti tashmë prej 5-6 vitesh, shikoj që shqiptarët nuk besojnë fare tek integrimi profesional, qofshin me dokumenta, qofshin me 3-4 diploma universitare. Thjesht ne jemi emigrant, kemi ardhur këtu për të bërë lek, për të ndihmuar njëri tjetrin, familjet tona, edhe kaq. Domethënë dhe për t'ju nënshtruar ndoshta një sistemi që është vërtet shumë i vështirë. Si e shikon këtë situatë dhe çfarë do të këshilloje për komunitetin e shqiptarëve për t'u integruar? Po, jam e mendimit se duke patur dhe historikun tim personal, angazhimi jon në anën akademike ose përmirësimi jon profesional është gjëra më e rëndësishme që ne mund t'i bëjmë, dhurata më e mirë që ne mund t'i bëjmë vetes tonë dhe normalisht të ardhmes tonë. Fëmijët tanë nuk do kenë probleme, se ata janë të rritur në Angli, janë të lindur në Angli dhe ardhmja atyre do jetë domosdoshmërisht e bazuar në ato që janë standardet e lartpamësisë angleze. Neve si popull jemi gjenerata e rënies së komunizmit e 97-s. Kjo normalisht na ka çuar në një fazë
ku kemi jashtëzakonisht shumë mosbesim në atë që është profesioni, mosbesim në atë që është edhe rrugtimi i arsimit. Kjo për shkak të faktit sepse pjesa më e madhe, mos ta harrojmë, pjesa më e madhe e atyre personave që kemi në Shqipëri kanë marrë një shkollim duke paguar. Edhe kjo është diçka që gjithë këtoja kanë ndikuar në ato që është formimi jon personal. Duhet me se s'bën ne si popull shqiptar që të harrim të mbështesim sa më shumë atë që është rritja profesionale e personit. Çfarë do të thotë? Sa më shumë kurse online që mund të gjejmë, duhet t'i bëhim. Sa më shumë investim, edhe pse mund të jetë investim kohe, dhe koha, më beso, është gjë më e rëndësishme që personi ka. Duhet investuar në përmirësimin profesional, sepse sa më shumë profilizohet personi, aq më shumë do jetë edhe përfitimi personal që mund të ketë si nga ana financiare, po dhe nga ana e krenarisë së vetvetiu për arritjet që personi ka, mund të arritë më të kapi. Si ke arritur që të balancosh jetën profesionale, familjare, sfidat e shumta që ka një emigrante dhe në procesin, le të themi, jo vetëm të integrimit profesional, por edhe financiar. Kështu që si ja ke bërë ti? Na i trego pak çelësin e suksesit. Unë jam e mendoj se nuk ekziston ajo që është work-life balance, është një koncept që mendoj se është shumë i rrezikshëm, sidomos për ato që është hecurinë që gratë mund të kenë në botën e punës. Shiko, nuk ka një formulë suksesi. Mendoj që fakti që kur arrin e gjën shokun e jetës, edhe me atë person arrin edhe kuptoheni, keni të njëjtin plan, edhe doni të dy që të arrini atë planin në mënyrë të përbashkët. Dy palët do bëjnë sakrificë. Tani, çfarë do të thënë sakrificë? Sakrificë do të thënë që duhet të jesh në dieni që nuk do jesh nëna që është 24/24 në shtëpi, nuk do jesh e aftë ndoshta të bësh gjithmonë gjellën ti, nuk do jesh e aftë gjithmonë që ti lash, ti ndërësh, ti kurosësh rrobat e ti ke gati fëmijët siç do doje. Nuk do jesh gjithmonë ai personi që do vej të marrë fëmijët në shkollë, ose nuk do jesh gjithmonë personi që do jetë aty kur fëmia ka në një event tek shkolla. Këto janë sakrificat. Nuk do jesh ti, do jetë partneri, nuk do jesh ti, do jetë një pjesë e familjes. Jeta është balance, është menaxhimi i kohës, e normalisht unë mendoj që është shumë e rëndësishme që mos t'i themi grave edhe baballarëve që jo, duhet të jesh 100%, duhet të krijosh një balans. No, nuk ka balans. Nuk është babi aty do vej mami, nuk është mami do vej babi. Kjo është. Për mua kjo ka punuar deri tani, edhe jam shumë e fat që kam një burr që është jashtëzakonisht shumë mbështetës për çfarë do lloj gjëje, edhe më ka shtyr gjithmonë që të investoj në përmirësimin tim profesional, po ashtu më ka shtyr që unë të përmirësoj personin tim, si femër, si nën, edhe si pse jo. Kalojmë pak tek politika britanike për ne që nuk kemi shumë informacion për mënyrën si funksionon politika brendshme. Dua të pyes pak ato aspektet politikës që prekin komunitetin e shqiptarëve dhe emigrantët. Për shembull, ne kemi parë një lëvizje të fuqishme të parlamentit britanik për të larguar emigrantët e paligjshëm. Kemi parë që emigrantët, pavarësisht gjitha propozimeve nga Home Office, nuk pranojnë, dëshirojnë që të qëndrojnë në Britani. Si shikon të dy anët në këtë rast, edhe cili është këndvështrimi jot në përgjithësi për këtë situatë? Puna ime gjatë ditës, që nuk është puna që mund të kem si kancelor, puna ime gjatë ditës është një punë që më ekspozon jashtëzakonisht shumë me këtoja. Ajo që una jam më së qartë është se lëvizja kundrejt ekstremizmit të djathtës që ne po shohim 5 vjetorin e fundit në Angli, që mendoj do zgjaset për të paktën 5 vite të tjerë, duke ndjekur atë që është edhe shembulli që Italia kaloi pak më para me Matteo Salvini, me Lega Nord, pastaj duke urrëzuar për t'i dhënë hapësirë që Giorgia Meloni të vinte në pushtet. Mendoj se e njëjta gjë mund të ripërsëritet. Ka hasa se do ripërsëritet në Angli. Mendoj se nuk mendoj se ne shqiptar si popull duhet të ndjehemi të kërcënuar. Edhe do ta justifikoj këtë deklaratë. Pjesa më e madhe e gjithë këtij ekstremizmi që ne po shohim nuk është e drejtuar kundrejt neve si popull shqiptar ose atyre që janë veprat që populli shqiptar po bën. Populli shqiptar edhe kërkesat për mbështetje ekonomike ose mbështetje ose ndihmë nga shteti nëpërmjet benefiteve është shumë e ulët për sa përket shqiptarëve. Gjithë ky ekstremizëm është i drejtuar më shumë asaj që është shtresa e fundit të ardhjeve që kemi patur në Angli, dhe kjo është për vendet nordafrikane, vendet që janë të gadishullit arabik, për disa të Iranit, Afganistanit.
edhe Pakistani po ashtu, edhe India. Këto janë kombe të kyçe që janë duke përjetuar atë që është ekstremizmi kundrejt tyre, nuk është diçka që është kundrejt neve. Shpesh herë më është bërë një pyetje e ngjashme nga kjo, edhe nga pjesëtarët e parlamentit që mund të takoj shpesh herë kur vete në House of Parliament. Edhe pika kyçe që unë i them është që populli shqiptar është popull që është i rrënjosur në vlerat familjare. Populli shqiptar është popull që do harrinte të kalonte nëpërmjet 1000 unaza plot me flak, vetëm që fëmia e vet edhe ardhmja e fëmisë së vet të ishte garantuar. Jemi popull që vim nga vështirësitë ekonomike, jemi popull që vim nga vuajtja, edhe jemi popull që vim nga 500 vite turk, edhe nga diktatura e Verojës. Kemi kaluar domethënë disa lloj gjas ose eksperjenca jete që na kanë formuar si popull i tillë. Edhe jam shumë e lumtur kur dëgjoj që shumë njerëz po investojnë edhe po japin mundësi të rinjve shqiptar. Kjo është ajo që ne duam. Përmirësimi i pikpamjes që anglezi ka për ne, fillon nga ne. Në qoftë se ne nuk e bëjmë hapin e parë, nuk mund të presim që anglezit të bëjnë diçka të tjetër. Kjo lidhet edhe me pyetjen që më bëre pak më parë, Linda, për pse mendon ti që anglezi ka një pikpamje pak të çuditshme për ne. Unë nuk do thosha që kjo është e lidhur me ne si popull shqiptar. Gjithmonë, siç mund ta dish ti shumë mirë, në lojrat e gjeopolitikës duhet gjithmonë gjetur dikush që për të fajtuar. Një scapegoat që mund të përdoret. Kohët e fundit, këto 3-4 vitet e fundit kemi qenë ne. Është duke u parë një ndryshim tani nga shqiptarët, duke kaluar tek popullit, për shembull që kanë një zgjedhje fetare më ndryshe nga ajo që zgjedhja fetare anglisë. Edhe kjo janë ulje, lëkundje që janë të ripërsëritura në histori dhe janë gjëra që priten. Për këtë pjesën, po, është vërtet që mund të kërkojnë azil edhe aktualisht ju flas nga qyteti Lesta.